Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulillah, wa ba'd. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, me që jemi në vigjilje të kryerjes së farzit të 5 të Islamit që është haxhi, lejoni që kësaj radhe të them disa fjalë rreth haxhit bedel, që dikush e kryen haxhin për dikë tjetër. Kryerjen e haxhit bedel, që dikush të kryej haxhin farz për dikë tjetër, është veprim i lejuar sipas konsensusit të fukahave islam në përgjithësi. Në këtë rast duhet të plotësohen disa kushte që ne do t'i përmendim në vazhdim. Kushti i parë: niyeti i haxhit nga i autorizuari të bëhet për personin të cilin e zaventson, sepse i autorizuari haxhin e kryen për tjetrin e jo për veten e tij, andaj kjo detyrimisht duhet theksuar. 2. Personi i cili e autorizon tjetrin për kryerjen e haxhit duhet që vërtet të jetë i pamundur për kryerjen e haxhit, pra të ketë arsyetim të justifikuar sipas shariatit, sepse po që se ka mundësi vetë për kryerjen e tij, haxhi bedel është i pa vlefshëm. Ky mendim është i të gjithë dietarëve islam, me përjashtim të fukahave të medhhebit maliki, të cilët në asnjë mënyrë nuk lejojnë që haxhi bedel të kryet për personin tjetër derisa ai është i gjallë. 3. Pamundësia e kryerjes së haxhit duhet të vazhdojë deri në vdekje, sepse nëse e vetohet pamundësia dhe personi për të cilin është kryer haxhi kthehet në gjendje të rëndomt, atëherë haxhi bedel i tij është i pavlefshëm dhe ai personalisht obligohet me kryerjen e haxhit. 4. Të gjitha shpenzimet apo shumica e tyre që i bën bedeli për kryerjen e haxhit duhet të jenë nga pasuria e atij që autorizon me haxh bedel. 5. Personi i cili autorizohet me kryerjen e haxhit bedel duhet që haxhin ta kryej personalisht ai, dhe ai nuk posedon të drejtën që për kryerjen e këtij haxhi të autorizoj dika tjetër, me përjashtim nëse për këtë e lejon i autorizuesi pra. 6. Personi i cili autorizohet të kryejë haxhin bedel për dikë tjetër duhet të ketë kryer haxhin e tij për vete, fillimisht pra, nga se nuk lejohet të shkojë për tjetrin në haxh nëse atë nuk e ka kryer për vete. Ky është mendimi i gjithë dietarëve islam, i cili mbështetet në hadithin e transmetuar nga Ibni Abasi radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte dëgjuar njenin duke thënë lebejke an shubreme, dhe e pyeti pejgamberi: kush është ky shubreme? Ai u përgjigj: një vëlla i imi. Pejgamberi alayhis salam i tha: e ke bër haxhin për vete? Tha jo. Pejgamberi alayhis salam i tha qartë: bëre haxhin për vete e pastaj për shubremen. Në këtë çështje distancohen pra dietarët ose fukahat e medhhebit Hanefi dhe lejojnë që dikush të kryej për tjetrin haxhin para se të ketë kryer për vete, por ky veprim shoqërohet me mekruhi tahrimen, veprim i papëlqyer ose i urryer e që është afër haramit. Kushti i 7, që është shumë e rëndësishëm në këtë rast, i autorizuari duhet të niset për në haxh nga vendi ku ka jetuar personi që e ka autorizuar, nëse për këtë mjafton 1/3 e pasurisë. Pra,
Haxhiu që shkon bedel për tjetrin, duhet të niset nga vendi ku jeton ai, prej ku ju ka bë farz edhe haxhi, dhe nuk lejohet haxhi ose bedeli të zihet prej vendeve tjera, gjithnjë flasim për haxhin farz. Nëse haxhiu që shkon bedel, kushti i 8, për tjetrin gjatë haxhit kryen ndonjë veprim që e prish haxhin tërësisht, atëherë barra e përgjegjësisë mbie mbi personin e autorizuar dhe i njëjti ka për obligim që shpenzimet t'ia kompenzojë autorizuesit në mënyrë që ai të ketë mundësi të përsërisë atë. Kushti i 9, i autorizuari për haxhin bedel duhet të bëjë nijet vetëm për një haxh, pra nuk guxon të ketë më shumë se sa një bedel. Dhe kushti i 10, i autorizuari për haxhin bedel është i detyruar të kryejë atë lloj të haxhit me të cilin është autorizuar. E nëse është autorizuar të kryejë haxhin ifrat, duhet të veprojë sipas autorizimit. Meqense haxhi bedel kryet për tjetrin e jo për vete, atëherë i autorizuari për kryerjen e haxhit duhet që në përpikshmëri t'i përmbahet porosive nga i cili autorizohet dhe nuk guxon të ndryshojë porositë, sepse po nuk ju përmbajt porosive, atëherë bart përgjegjësi morale, fetare, si dhe pasojat materiale. Pra, nga kjo nënkuptohet se personi i cili dëshiron të autorizojë dikë për kryerjen e haxhit bedel duhet të jetë vigjilent dhe të zgjedhë personin i cili mirë i din rregullat dhe dispozitat e haxhit, të jetë i sinqert në kryerjen e amanetit dhe të dinë rolin dhe rëndësinë e përgjegjësisë. Këto çështje dietarët islam i kanë elaboruar dhe i kanë shkoqitur në detaje, andaj edhe duhet përmbajtur këtyre rregullave. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.